Trepça në Gjakov kishte psuar humbjen e parë dhe me lirin kërkonte t'i kthejë fitoreve edhe pse dihej se ky mision do të ishte i vështirë. Në pjesën e parë të ndeshjes ndonse Trepça mbizotroi, të dyja ekipet krijuan raste, mirë po kjo periudhë përfundoi pa gola. Në pjesën e dytë Gani Sejdiu ngjashëm si në ndeshjen me Hysin vendosi të eksperimentojë. Rrezikshëm me formacion duke inkuadruar tre sulmues nga banka, Shermet Isufin, Ulik Zemrën dhe Enis Fetahun. Për Ulik Zemrën kjo ndeshje ishte e rëndësishme së veçantë me që ishte kthyer nga lëndimi pikërisht kundërsh ekipit të tij dhe emra përpaksa nuk shënojnë nga kjo situatë kur Rruzi megjithatë ndërhyri mirë. Fetahu disa minuta më vonë bukur e shërbei kapitenin Elvis Osmani, i cili përkundër pozitës së mirë nuk arriti të shënojë. Ekipi Mitrovicas megjithatë vazhdoi të sulmojë dhe rezervisti i tretë i inkuadruar në radhat e këtij ekipi, veterani Shermet Isufi, nga kjo situatë shënoi golin që më pas doli të ishte i fitores. Duhej ta mbante epërsinë minimale, diçka që arriti ta bëjë me sukses, edhe pse loja ishte e fortë deri në fund, dhe kështu ekipi Mitrovicas arriti edhe një fitore të rëndësishme të 4 nga 5 ndeshje.